që do flasim për finalen e madhe kampionatit botror I ka ardhur fundi, pas pak zhvillohet finalja e madhe mes Spanjës dhe Argentinës, një ndeshje për të parë me shumë emocion, sepse janë dy ekipe që kanë zhvilluar një performancë jashtëzakonshme në të kampionat botror. Sigurisht që polemikat ka pasur dhe do të ketë për ecurinë e tyre deri në këtë pikë, megjithatë se çfarë mund të ndodhë sonte, kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Eduard Abazi, ish lojtari kombëtarës, që do na jap një këndvështrim për atë që mund ndodhë. Edi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Çfarë presim sonte nga kjo finale? Do jetë një lojë e hapur, do shikojmë spektakël, dy ekipe që do presin, do studiojnë njëra tjetrën fillimisht, apo si e gjykoni ju? Në radhë të parë, finalet janë gjithmonë domethënë surprize, kjo domethënë dihet edhe nga publiku, sepse pret një event për të mbyllur me të gjitha bukuritë e saj, nga ana e marketingut edhe nga ana sportive. Por për sa I përket futbollit edhe ndeshjeve që u zhvilluan gjatë këtij kampionatit botror, lanë shumë gjëra për tu dëshiruar dhe shumë kritike, shumë lojra të dyshimta. Megjithatë, këto janë pjesë të kaluarës. Sot është një finale ku në finale të gjithë janë përgatitur për të parë një spektakël të bukur, sepse janë dy ekipe të cilat kanë individualitete me kualitete shumë të larta, por më duket më e organizuar dhe më e sigurt Spanja në dominimin e topit dhe në qarkullimin e saj me lojtarë të cilët kanë më tepër eksperiencë dhe kanë më tepër kualitet në zonat e ngushta të dinë të dalin nga situata. Ndërsa Argentina është e përzier nga një kualitet, domethënë individualiteteve, por mbi të gjitha, në rast se topi nuk kalon nëpërmjet mesit që ta siguroj pak, të pushoj pak stacioni I parë I topit në sulm nga mesi, atëherë Argentina dështon siç dështoi në 45 minutën e parë kundër Anglisë. Do shikojmë një Spanjë më të sforcuar, më shumë presion, ndërkohë që një Argentinë më pasive, po thoni? Ja, unë kanë, për shembull, dinamikat e lojës, japin edhe sistemet se si ekipet mund të ndryshojnë gjatë çdo lloj situate të vështirë që ato ndjehen. Por unë do të thonja që Spanja ka një sulm jo statik, siç kanë ekipet e tjera, me dy ekstreme dhe me një qendërsulmues. Spanja ka një sulm I cili ajo është I lëvizshëm, domethënë elementet e sulmit të Spanjës nuk kanë pozicione fikse. Dhe kjo do të jetë domethënë një çik më ndryshe për mbrojtjen e Argentinës, e cila është shumë agresive. Shumë pika orientimi, duke qenë se Spanja krijon shumë pika pasimi. Evident, kjo ishte fjalë me vende e juaja. Prandaj do të thonja që agresiviteti I mbrojtjes së Argentinës do të ketë shumë vështirësi, qoftë edhe nga shpejtësia e zhvillimit të sulmit spanjoll, qoftë edhe nga ndryshimet e shpejta të pozicioneve dhe hapësirave të cilat ato krijojnë. Por megjithatë, një finale është gjithmonë e rezervuar, është e koncentruar nga të 22 lojtarët që janë në fushë, qoftë edhe nga trajnerët, qoftë edhe nga grupet të cilat janë në stolet respektive dhe kërkojnë domethënë që të kontribojnë për këtë finale, por në rast se unë do të jepja një mendim, 60% janë për Spanjën, 40% janë për Argentinën. Shpresoj që dy miqtë e mi, qoftë Eduard Dervishi nga Federata Spanjolle, qoftë edhe Ali Mersini, që është me jetesë në Argentinë, të dy të jenë të kënaqur me lojrat e tyre dhe shpresoj që njëri prej atyre do të dalë fitues ose do të gëzohet, po për atë që unë mendoj të jetë një finale shkëlqyer që publiku ta shijojë dhe të jetë me dinjitet pa influencën e FIFA, siç është domethënë në përgjithësi në gjithë opinionin publik, që FIFA ka pasur influencë ke ekipi I Argentinës. Edhe Trumpi nuk ja kurseu, e thumboi Infantino në gjatë një aktivitetit përbashkët. Tashti ajo mbrojtja ligjore e Trumpit për Infantinon ishte diçka e pritur në këtë mbyllje të edicionit, por unë do të thonja që edhe kërkesa që Trump bën për të rikthyer edhe një herë kampionati botror në Amerikë, sepse përfitimet janë shumë të mëdha,
Shqyqyr zotit incidente nuk ka pasur, problematika nuk ka pasur, kjo është gjëja më e mirë e këtij organizimit të FIFA-s në një kampionat botëror ku popullsitë të gjitha vendeve kanë kaluar jashtëzakonisht mirë, pa asnjë lloj problematike, jo si në vendet e tjera që kanë qenë gjitha mirë, por tani dalim dhe tek ajo pjesa tjetër që mund mendoj ashtu siç mendon trajneri i Egjiptit, që nëse do ja jepni Argjentinës, mos na lodhni kot këtu. Problemi është i tillë që ne kemi kaluar një sistem, një parti në Shqipëri. Dhe këto kampionate botërore kur zhvillohen ke një sistem, një parti ku vendos një president, siç është Trumpi, domethënë këto gjëra janë domethënë të dukshme, pavarësisht se i Egjiptit nuk është mësuar me këto sisteme. Por megjithatë unë po jap një batut sepse ai presidenti i Amerikës kërkon ta shmangi ndërhyrjen e politikës në futboll, por nuk e shmang dot sepse ishte në sy të gjithë njerëzve dhe trajneri i Egjiptit edhe shumë specialistë të tjerë dhe ata që kanë vuajtur dhe kanë sakrifikuar, kanë kontribuar për futbollin botëror janë të evidentuar, të gjitha kritikat janë korrekte dhe mbi të gjitha Maradona ka qenë ai që është prononcuar i pari në të gjitha këto kritikat ndaj FIFA-s edhe futbollit botëror. Por unë do të thonja që ai ka bërë një kërkesë që të rikthehet edhe një herë futbolli në Amerikë. Shpresoj që Infantino mos të ketë takime të shpeshta me Trumpin, se mund të fillojë të bëhet një kampionat botëror çdo 6 muaj në Amerikë. Do rikthehemi prap edhe një herë në fushë, jo përtiku nga politika, Edi. Këto zakonisht ju i dini akoma dhe më mirë, finalet fitohen, nuk luhen. Por tani ne kemi dy individ aty. Kemi Messi që po ikin, Neymari që po vjen. Mund ta zgjidhin këta edhe nëse do jetë një ndeshje pra larg pritshmërive me dy ekipe që mbrohen, që domethënë maten shumë herë para se të sulmojë për të mos gabuar, edhe tjetë këtyre individëve për të zgjedhur me episode? Sigurisht që këto pyetjet janë të mediave, këto janë dhe reagimet e publikut, por nuk besoj që trajnerët edhe stafet teknike të jenë të përqendruar vetëm ke këto dy individ që padyshim janë elementët më të mirë të kampionatit botëror dhe hynë 10 ose pak më pak të lojtarëve me cilësi shumë të lartë të nivelit botëror. Por unë do të thonja që të dy ekipet respektivisht do të kenë koncentrime të mëdha ke këto dy lojtarë, ashtu si publiku, ashtu si mediat, sepse në çdo moment, qoftë Yamal, qoftë edhe Messi, janë elemente të cilët të befasojnë aty ku momenti i lojës ndoshta duket edhe disi debult ose i fjetur nga ekipi i tyre. Kjo ndodhi edhe me Messin, i cili domethënë me një lojë të mirë, pavarësisht se mund t'i quajmë gol kundër Anglisë, goli i parë mund të ishte edhe i akorduar offside, goli i dytë mund të ishte akorduar diçka tjetër, një faullo, ku ta di unë, po nëse këto janë detale të cilat nuk na shkojnë neve për shtat t'i analizojmë, por ishte ai Messi që e zgjidhi lojën përfundimtare, domethënë të kthesës kundër Anglisë. Prandaj këto dy lojtarë, qoftë Yamal, qoftë Messi, duhet të jenë domethënë në koncentrimin e të gjithë ekipit, qoftë të Spanjës, qoftë edhe të Argjentinës, për të mos u befasuar nga kualiteti i lartë i këtyre dy lojtarëve. Shpresoj të kenë shëndetin, të dhurojnë spektakël, se në fundit futbolli luhet për publikun dhe publiku duhet dalë i kënaqur. Të paktën në këtë finale publiku të dali me mendimin që nuk kishte domethënë dorën e Zotit, siç thojnë për atë golin e Maradonës ose ndërhyrjes së FIFA-s, por ishte një lojë korrekte dhe fitoi kundërshtari më i fortë dhe më i denj për 90 minuta ose 120 minuta deri ke penalltit që edhe mund parashikohet. Pra mendoni që arbitri nuk do të ketë dorë sot, ose pak në shpresoni? Nëse nuk flet slovenisht me presidentin e UEFA-s, ose nëse nuk ka pasur kohë të takohet me të, ndoshta edhe mund të mos ketë shkuar një mesazh nga Infantino ose dikush tjetër. Po lexoja dje në mos gaboja pa pardje Asi, në Gazeta Madrilene shkruante që kjo Argjentinë është një kopje e Spanjës. Sigurisht që shumica e lojtarëve të Argjentinës përfaqësojnë një futboll spanjoll, sepse
Shumica e tyre ka luajtur me Atletico në Madridit, me Barcelonën, me Real Madridit, kanë luajtur me klube të tjera të Spanjës, edhe është një shkollë spanjolle. Kjo do të jetë domethënë në këndvështrimin tim do të jetë domethënë një nivel i lartë i shkollës spanjolle, i nivel i lartë i lojtarëve me cilësi shumë të kualifikuar në kampionatin spanjoll dhe shpresoj domethënë që të na japi një spektakël të mirë, por përsëris Spanja ka një ekip e cila e zoton topin me shumë vendosmëri dhe ka shumë siguri në qarkullimin e saj të topit. Koordinatori i mesfushës Rodri është një nga ata që jep qoftë shpejtësinë e sulmit, qoftë edhe ngadalësimin e saj për t'i dhënë domethënë oksigjenin e duhur ekipit kur ai është domethënë në një intensitet shumë të lartë si lojë që sot është loja më e nivelit lartë, është finalja. Më duket si pak a shumë si Toni Kroos kur ishte tek Reali Madridit, nga ai kalonte gjithçka. Por nëse keni një për ta mbyllur me këtë finale një rezultat, se për Spanjën e kuptova që ishit, por një rezultat mund mbyllet brenda 90 minutave, penallti. Rezultatin më të mirë do ta kisha në rast se do të kisha parë domethënë të gjitha rezultatet e analizave të dopingut për të gjithë lojtarët që marrin pjesë në këto evente, sepse nuk janë makineri, janë lojtarë dhe është çik domethënë dyshim të energjia e këtyre. Por megjithatë, nuk do ta prek këtë në këtë emision edhe në këtë intervistën tënde, se ndoshta do kemi ndonjëherë në një moment tjetër dhe do të flasim më mirë, sepse Tunizia doli me 8 lojtarë të kontrolluar, të cilët të reaguan me analiza pozitive. Të paktën kjo është deklaruar nga mediat. Por unë do të thonja që në rast se të gjitha ekipet të cilat përfaqësojnë, do të kishim një panoramë tjetër për kampionatin botëror të 2026-s. Ti referohemi finales. Shpresoj që unë edhe ju, bashkarisht edhe publiku, qoftë shqiptar dhe i botëror, të shohë domethënë një lojë e cila mos të dëmtoj shëndetin e futbollistëve, po të japi domethënë spektaklin që ne pretendojmë nga një futboll tradicional me korreksi dhe dinjitet dhe të fitojmë më i miri. Unë jam për 60% Spanja, 40% Argentina. Por me atë çfarë unë mendoj vetë personalisht pas një lloj emocioni, do dëshiroja që Spanja ta fitonte. Edi, kam në 2 pyetje të fundit. Ndeshja mbrëm për vendin e 3 dhe vendin e 4. Çfarë komenti keni? A ishte një futboll serioz ai apo ju ndoshta për disa e kanë krahasuar edhe sikur të ishte një ekip mes veteranëve? Nuk e di, po më pyet për atë futbollin apo po më pyet për lojën e tenisit që fitoi Anglia 6-4? 6-4. Setin e fitoi Anglia 6-4 në tenis. Sepse futboll nuk ishte. Të tilla gjëra domethënë mungesa të tilla gjëra janë shumë tjera domethënë të organizimit të FIFA-s edhe të futbollit PIS-it edhe të korruptuar që FIFA bën. Mund të jetë kjo e gjitha për një individ aty? Për atë çfarë unë analizoj, teknikisht të dy ekipet ishin pa trajnera. Po ndoshta edhe mungesa e motivimit mund ta kapë këtë aspekt. Asnjëri nga trajnerat nuk kishte domethënë autoritetin për drejtuar ekipin ose për drejtuar çdo individ që do të aktivizohej në lojën e kësaj finale të zbet ose një lojë miqësore, si mund t'i themi më mirë ndërmjet Francës edhe Anglisë. U bë mirë që me Mbappé shënoi, po do ishte mirë që të shënonte edhe 2-3 gola të tjerë që të shkonte me 4 ose 5, edhe të quante jo Angli 6 edhe Francë 4, po të quante domethënë barazim 6-6 me Mbappé. Kjo do të ishte domethënë më e bukur e mbylljes së një kampionati të shumtuar të Infantinës, që me drejt i gjithë publiku botëror dhe të gjitha mediat dhe të gjithë specialistët dhe të gjithë ato që unë ndjek në rrjetet sociale me të drejtë kanë të drejtë ta kritikojnë ashpër dhe realisht me këto fjalë që unë them. Korrupsioni stop, marketingu stop, drejtësi domethënë aktorëve të cilët luajnë në fush dhe drejtësi domethënë sakrificave dhe punës së çdo lojtarit i cili mundohet të punojë çdo ditë, në çdo moment
jashtë familjes dhe sakrifikon jetën për futbollin dhe nuk shijon familjen dhe nuk është me drejt që të cilët të vuajnë në opinione të tilla publike dhe të demaskohen ose të dëmtohet imazhi i tyre. Edi, kam dhe diçka të fundit, ndoshta për ta mbyllur me një batutë ashtu sikur ju dini. Duka gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara për botrorin, presidenti i federatës tonë takoi presidentin Donald Trump duke shtrënguar duart në një foto që e ka postuar vetë ai ditën e djeshme. Ndoshta ky mund të jetë edhe një gjest fatllënës pas kthimit të tij për atë që mund na pres me eliminatoret për Europianin pas Ligës Kombeve. Unë do të thonja që presidenti Trump, kushdo që të ishte përpara tij në atë momentin i cili ishte mbyllja e kampionatit botëror, me shumë respekt do t'i jepte dorën kujdo individi i cili përfaqëson një shtet ose përfaqëson UEFA-n. Unë personalisht nuk kam një analizë për këtë foto, po kam një analizë të shumtuar për presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili mund të shkojë në të gjitha drejtimet, në të gjitha presidencat, në të gjithë presidentët e kujdo në botë të takohet, nuk ja heqin imazhin e fliqur të kampionatit degraduar të Shqipërisë. E dyta, shpresoj që këtë fotografi me Trumpin mos t'ja marrin politikanët të tjerë për xhelozi dhe mund ta heqin nga Federata Shqiptare e Futbollit. Shpresoj unë. Po mirë do të bëjnë sepse do lirohet futbolli shqiptar dhe do të ketë një progres tjetër. Dhe tani ai ja ka dalë kundër Ramës, Berishës, Veliaj, të gjithëve po. Unë do të thonja që disa po bëshin një anketë kush mund ta zëvendësojë nga UEFA ose UEFA pretendon ta zëvendësojë Infantinën. Kur ka zëvendës presidentin e UEFA-s që ndriti me futbollin në Shqipëri, pse mos ta çojë edhe pak më lart ta bëj president të FIFA-s, presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Është një vend shumë i bukur. Thoni që duket presidenti i FIFA-s. Ja dëshiroj me gjithë shpirt të bëhet presidenti i FIFA-s sepse do lirohet futbolli shqiptar. S'do ketë kohë të merret më me futbollin shqiptar. Dhe kjo pastaj do të organizohet më mirë, do të ketë mundësitë më të mira futbolli shqiptar. Se ne themi edhe një diçka shqipse, sa më lart ngrihesh, aq më. Edi, unë të falenderoj shumë për bisedën, e drejt për drejt, edhe për dozat e ironisë edhe të humorit, që gjithmonë është kënaqësi biseda me ju, sepse jeni padoreza, jo vetëm për atë që ndodh në futbollin shqiptar, FIFA, UEFA dhe gjithçka dhe në mbrojtje të futbollistëve. Ashtu sikur mendojnë edhe një pjesë e analizëve botërore të sportit, duke sigurisht kthyer në robot, se sa mbaron një kampionat, fillon një tjetër, ndeshje pafund nga njëri edicion tek tjetri, kompeticione pafund, kështu që të drejtat. Unë do ta mbyll në 30 sekonda në rast se do më japish mundësi. Sa të keni ju dëshirë. Unë jam vetëm në kompromis me futbollin dhe kur kam luajtur futboll kam qenë gjithmonë në kompromis me futbollin. Kam sakrifikuar nga jeta ime dhe kam dhënë gjithmonë realitetin dhe frontalitetin kujdo individi i cili ka bashkëpunuar me mua. Në mënyrën më të korrekte kam respektuar të gjithë kolegët, të gjithë trajnerët, të gjithë njerëzit që kanë qenë për të mirën e futbollit dhe të publikut shqiptar. Ndërsa në këto unë që them, nuk janë gjëra të cilat janë individuale ose private ose unë dua domethënë ndonjë post në jetën time. E kam kryer unë këtë punë, nuk kam nevojë për poste, por kam nevojë të shoh një futboll korrekt, një futboll me dinjitet dhe të korrigjoj ato çfarë publiku shqiptar flet më ashpër se sa unë që po flas sot me ju në intervistë. Dhe për gjithë ata që ndoshta nuk e dinë, ju prej vitesh jetoni dhe punoni në Portugali. Unë të falenderoj shumë për bisedën e di. Faleminderit dhe do të jemi gjithmonë në kontakt në rast se ashtu do ta mendoni dhe do t'ju shërbej publikut shqiptar, sepse në fundit mendimet tona dhe puna juaj e shkëlqyer i shërben gjithmonë mirëqenies dhe publikut shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit ju për bashkëpunimin e di. Edhe shikim të këndshëm të finales. Gjithashtu edhe për ty, Dilber.